Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imi tek libri Rruga e Priftit në Islam. Kemi arritur tek sulmet e të krishterëve ndaj muslimanëve. Më thonë, krishterët si i sulmojnë muslimanët, në cilat pika i sulmojnë. Autori i librit, ish i krishteri, tash musliman, thot një nga kritikat më të mëdha të krishterëve drejtuar muslimanëve, thot bëhet në lidhje me martesën. Një këni pa, në për debate, në për ase, ta në kohën i godasin muslimant, në më thonë ato ajete kuranore ku potencohet për martesën ma shumë se me një grua. Apo? Ndërsa këta në librat e tyre vetë, kanë ma shumë se një grua, dhe më thonë ka potencuar që profetët i kanë pas. Qëfar thot? Davidi a.s. apo Davudi a.s. ka qenë i dërguar i Zotit dhe mbret. Thot, pozicioni pejgamberit është i lartë dhe më i respektuar se çdo gjë. Për këtë jemi dakord ne edhe ju, muslimanët edhe të krishterët. Bukur. Në Teurat thuhet se Davudi a.s. është martuar me 100 gra. Në Teurat. Është martuar me 100 gra. E ato i kanë lindur më se 50 fëmijë meshkuj dhe femra. Që ato 100 gra që i ka pas. Sulejmani a.s. Solomoni që i thojnë, është martuar me 1000 gra. Thot, si që të gronë, Teurati. Dhe më thonë, Davudi për thot për 100 gra, për Sulejmanin Solomoni që i thojnë këta, 1000. Dhe më thonë, librat e juja po potencohet kjo. Pse po godisni në ato pika që ju këthejnë bumerang juve pastaj? E pra, ju thoni se ai libër është i shpallur prej Zotit, po ashtu të dërguarit e Zotit në përgjithësi janë martuar dhe kanë pasur fëmijë. Me përjashtim, thot të Isaut dhe Yahya ibn Zakarias, a.s. Në Teurat është shënuar se njeriu e ka të lejuar të martohet me aq gra sa është në gjendje t'i furnizoj. S'ka kufi, s'ka limit. Aq sa keni mundësi ju më martu, martojeni. Pse atëre pe akuzoni ju Islamin, që pe lejon me martesën mbi një grua deri në 4? Kurse ju të krishterët nuk besoni në martesë, ashtu si që ka porositur Zotin Teurat. As Ungjilli nuk e ndalon martesën. Ju jeni, thot, mbështetur tek ajo që ka shënuar Pali. Do më thonë, Pali na pedim. Edhe jo rasisht i themi feja Palit. Jo feja Isaut a.s. që ka pas. Po feja Palit që e ka dërmu fen e Isaut a.s. që e ka bastardu, ka fut gjëra që bie ndesh në mënyrë direkte me fjalët në vetë këtë Biblën që e kanë, në këto Injile që e kanë ungjit. Nuk e ndaloj martesës, ju jeni mbështetur tek ajo që ka thonë Pali, të cilën disa nga ju e ngritni deri në pozitën e të dërguarit. Ndërsa ai është njeriu i cili ju ka ndaluar të martoni me më shumë se një grua. Thot, nëse vdes ajo, mund ta zëvendësoj një tjetër. Prifti mund të martohet vetëm me një vajzë e jo me një grua vejush. Thot, e nëse i vdes gruaja, nuk i lejohet të martohet më. Kështu e kanë. Është e qartë, thot, se në fen tuaj për këtë çështje keni arritur në kundërshti me atë që ka kanë vepruar të dërguarit, i jeni shmangur edhe asaj që ka thonë Pali, se prifti mund të martohet vetëm me vajzën virgjëresë. Thonë e kanë bastardu fenë, subhanallahu, fenë e tyre. Çka dush merr, çka dush le. Më thonë thjesht nuk janë argumentues ndër ato që i kanë në Injilin e tyre. Tërkohën duke i kundërshtu, do thot tekstet e tyre. Ju të gjithë priftërinjve u a keni ndaluar martesën. Grupet dhe i tharët tuaj i keni bindur se kjo është rruga e fesë së vërtet. Ju i lakmoni veprimet e muslimanëve të mirë në pikpamje të martesës, por normalisht se Allahu Zogjel e ka kriju njeriu me epsh, dhe ka më pas epsh. E pastaj po dalin skandalet. Jo boni pedofili filan prifti, jo qohet motra e nderit për shembull, shkon e publikon dhe më thonë skandalin me priftin. Pse se prifti e ka tradhtu këtë motrën e nderit, ka shku me do tjera, edhe tash kësa inati i ka ardhur dhe qita tash publikoje, prej inatit. Martojo, se kitë ndalume. Ose qëndra, po do në murgri qëndra pra.
Pse po e prish? Kënej nanën tjetër po thuja murgesh apo në murgrin, ndërsa nanën tjetër te bën skandale. Po është normale se Allah Azza wa ka kriju njeriun me epsh. Normale. Më thonë ai duhet mu akumulu, duhet me nxjerr ato çka po akumulohet. Është normale, subhanallahu, Allah ka kriju njeriun, edhe mashkullin edhe femrën, që kanë epsh. Pastaj thot, dietarët tuaj e dinë se në librat e shenjtë është e lejuar martesa, ashtu si Allahu ka shpallur i tharëve të librit të besimit islam, i dërguari Allahu sallallahu Muhamedi sallallahu ka thënë, në islam nuk ka murgëri, s'ka murgëri. Në islam s'ka murgëri. Kur të mundesh mu martojo. Ki pak para, ki pak pasoni, me njëherë martojo. Të kundërtën, Muhamedi sallallahu ka thënë çka? Agjërani, sepse agjërimi e ul epshin. Agjërimi e ul epshin. I ri 17, 18, 20 vjet, 21 vjet, ki ep shumë, për me ul epshin, mos me shku synin haram, qa me bo? Agjëro. Me agjëru. Çdo, do më thonë, hone tajta agjërot mjaftan, që e ul nefsin, për mos me ran haram. Sepse harami shumë i madh, është ndales shumë e madhe, do më thonë zinaja. Po ashtu ka thënë martoni dhe shtoni, se unë, thot do të krenohem, thot me numrin tuaj ndaj bashkësive tjera. Pse, martojuni edhe shtojuni. Nëse gratë i kemi pjellore, kushdo që i ka gratë pjellore, le të vazhdoj me bo fëmijë. Le të vazhdoj me bo fëmijë. Se Muhamedi sallallahu ka mu krenu me ty në ditën e gjykimit. Ka mu krenu me besimtarët. Shpesh e kom thonë, neve kush na ka rujt vëllazni? Që ky natalitet na ka rujt neve shqiptarëve. Sa kanë pas largim prej Kosovës, kur na kanë pushtu, do më thonë shkijet, 100 vjet. Çdo herë kanë pas ato propagandat e tyre, ato memorandumet e tyre, se qysh me i largu musliman prej këtij vendi. Me qindra mira i kanë largu. Edhe prej Kosovës, edhe prej Greqisë sotme, do më thonë, çamët, krejt i kanë largu. Qoftë me dhunë, qoftë, do më thonë, i kanë largu, qoftë i kanë thonë du të me pranu krishterizmin. Nësa Perandoria Osmane s'ka bo me dhunë me pranu musliman, sepse në fe ndalohet dhuna për shkak të fesë. Do më thonë për shkak të fesë, me dhunë mi thonë ati pranoj islamin, nuk lejohet fe, la i kraje fit dit, nuk ka imponim fe, nuk ka dhunë fe. Sa atëri bje me dhunë me pranu, nuk është me dhunë, nuk është e sinqert kjo. Nuk është e sinqert. Sa ai ndoshta prej dhunës që aty thot hajte shahadu la ilaha illallah wa shahadu Muhammed abduhu wa rasuluhu, edhe kishe pranoj islamin, ndërsa mranda e ka kufrin. Prap mranda në shpinë e vet nuk e praktikon. Apo e shon dinin Allah azza wa jall. Do të thonë, po thjesht prej tutës, kjo nuk pranohet tek Allah azza wa jall. Në duhet më honi sinqert. Na lypim njerëz sinqert me pranoj islamin, ndërsa këta e kanë me dhunë. Pastaj thot, pra muslimanët për martesën dhe fëmijët do të shpërblehen sepse veprojnë siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Të krishterët tollen me muslimanët edhe për sunetlëkun. Për sunetlëkun, sunet që i bëjnë, apo muslimanët fëmijët e vet që i bëjnë, tollen të krishterët. Mund t'ju thuhet se edhe ata thonë në Ungjil se Krishti ka qenë i bërë sunet. Subhanallah. Pa lexoni ju Biblën, hiç s'pe lexoni. Në ato gjëra që na i kemi dispozita, nuk guxojmë mi godit të krishterët në librat e tyre, se i bie me godit edhe veten, apo? Ju po na godisni neve, sepse masa është sikur dele, masa shumica në Evropë, ku e diunë shumica janë ateista, apo me përqindje të madhe, tash ti godite islamin, godite, edhe bënja krishtenizmin pak varësisht nga atmosfera apo rrethi që është në këtë kohë. Pse? Se krishtenizmi pja lejon, ato leo këto, ndërsa në islam janë disa limite, disa kufizime, për atë arsye, krishtenizmin e kemi atlet, pra ne jemi atlet. Do të thonë për mjë përshtat çka? Kohës me një aspekt. Çfarë do kohë që ndodh? Më thënë gjitha ato gjërat më të këqija që ndodhin, mjë përshtat kohës. Ja, nuk shkon kështu. Feja nuk është kështu. Feja është një dhe nuk ka ndryshim. Pastaj thot, ata mund të thuhet se dhe ata thonë se në Ungjil se Krishti ka qenë bërë sunet. Ditën kur ai është bërë sunet, ju të krishterët e kremtoni si festë të madhe, thot. Dhe thot, e si pra ju i kritikoni muslimanët të cilët veprojnë ashtu siç ka vepruar pejgamberi juaj. Më thonë Zoti juaj, se ata Zoti thënë apo.
Gjithashtu ju thoni se Ibrahimi a.s. ashtu siç të gjithë të dërguarit tjerë ka qenë i bërë sunet, dhe se Zoti e ka urdhëruar sunetlëkun në dhjatën e vjetër në Teurat. Do thonë edhe ju sunetin e keni. Të krishterët sunetlëkun e konsiderojnë si njollë për të tallur tek të tjerët, por në të vërtetë ky është argumenti kundër tyre, sepse kështu shkelin parimin e të dërguarit të tyre. Domethënë i bin veteve të tyre. Të krishterët i kritikojnë muslimanët edhe për atë që banorët e xhenetit do të hanë, do të pinë. Pramina. I kritikojnë muslimanët që banorët e xhenetit kanë me hongër dhe kanë me pi. Thot, si mund ta bëni këtë, ju kështu e përgënjeshtroni atë që tregon Mateu juaj në kapitullin 26 të Ungjillit, të tij tregon sipas të cilit Krishti u ka thënë nxënësve të vet. Shka ju ka thonë nxënësve? Vërtet, ju them se së bashku me mua do të hani e do të pini në parajs. Çfarë? Më thonë ashiqare, po e kundërshtojnë versetin e tyre. Pastaj thot, dihet gjithashtu prej dietarëve të krishterë se Ademit me Evën Havan kanë ngrënë frutet nga pema që ka qenë shkaku i dëbimit, edhe këto e pranojnë ata. Ka hongër një moll, apo? Ata thënë moll, na themi pemë, frut. Që kjo për shembull pumu me Adami, thënë kësaj, mullza Ademit, thënë për shkak të çasaj është po. Domethënë apo bie kjo në kundërshtim me bindjet me ato që po na akuzoni ju neve? Pastaj thot, kështu thuhet edhe në dhjatën e vjetër edhe në dhjatën e re. Atëherë, si mund të mohojmë se në parajs nuk ka ushqim? Sepse ata po lujnë hajgare me besimtarët. Qysh me hongër atje apo tal. Se ti kur të hash, ti duhet me qit diçka për jashta. E kur del për jashta, është vend i fllëqt, e ti në xhenet qysh me bo vend fllëqt. Po na kemi hadithe kemi. Kemi tekste sheriatike për këtë. Që na i hajmë gjërat e mira në botën tjetër në ahiret. Mirë, po këto dalin nëpërmjet çkajt? Nëpërmjet djersës. Dhe djersa e ka erën e miskut. Për Allah është e lehtë vëllaja. Nuk e bën feces, domethënë falë shprehje nevojë të madhe që kur ti hanti, po i shndron në çka? I shndron në djersë që ka erë. Ku është problemi? Nëse në këtë botë e ka shndruar në erë të keqe, apo erë të keqe, se vetë ushqimi nuk bëhet erë e keqe vllazni. Era që është tek zorra e trash kur del. Ka substanca tjera që Allah ka kriju aty për me bo erën e keqe. Për urtësitë Allah subhanahu wa taala. Si për shembull, ta zom këtu në vesh. A ka për shembull dylli që e ka një erë caktuar, një erë të rondë. Apo për shembull çerpik që i kemi, apo vetullat që i kemi. Pse i kemi vetullat subhanallah? Nëse shikon njeriu veç pak nalet, kur djersitet, a disa të ndihmon kjo? Kur djersitet, sikur mos ta kishe pas të direkt në syt kishku. Po që kjo, po ta nal. Po kjo çka ti nal? Ta nal nga pluhuri. Nëse vjen pluhuri shpejt, a ki po që shil syt, edhe e ki këta. Apo për shembull thojnë tek dylli këtu, apo era që i vjen, mikrobët kur dojnë me hi mbyten. Dhënë kretë jenë këto për një urësit Allah subhanahu wa ta'ala. Në ditën e gjykimit Allah subhanahu wa ta'ala, qatë feces, veç e kthen në çka? Në djersë. Ku është problemi? E shëndron Allah subhanahu wa ta'ala, i jep erë, qysh i ka thonë erë të keqe aty, veç i jep këto erë të mirë, edhe u kripuna. Mundët mikroba mos me kriju në botën tjetër heq, edhe që na nuk e dim, apo? Sa krije, sa ka, edhe kaq nuk ka problem. Pse? E për këta, qëtu është ai problemi kur njeriu mendon me logjikën e kësaj dynjos. Kur ti mendon me logjikën e kësaj dynjos, atë normalisht që kemi pas probleme ti pastaj domethënë me mohimin e gjërave në botën tjetër. Atëherë si mund të mohojmë se në parajs nuk ka ushqim? Ata shpjegojnë këtë duke kujtuar se çdo kush që ha edhe pi nxjerr ndyrësira dhe fllëtsira. Siç e tham. Kurse në parajsën e pastër nuk ekziston diçka e tillë. Ju po bëni kundërshtim, çështi nëse hani dhe pini, ju po thoni kemi me hungur, kemi me pi, e dalin gjërat fllëçta prej anusit, apo? Ata nuk e din se pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se mbasi të hanë të pinë banorët e xhennetit, nga ata do të dalë diçka e ngjashme me djersën. Diçka e ngjashme me djersën, që do të ketë aromë të këndshme, shumë të mirë, nuk do të pshtyjnë, nuk do të lëshojnë, domethënë, sekrecion prej hundës, apo nuk do të derdhin ujë dhe nuk do të grinden mes tyre.
nuk do të grinden mes tyre. Secili pejgamber i Zotit dhe çdo libër i Zotit flet për pemë të shumë llojshme në xhennet dhe për mishin e shpendëve dhe çdo send që dëshirojnë banorët e xhennetit. Me që shkon menja me hungër diçka i sillet për njerë. Allah subhanahu wa taala ka me kriju për besimtarët djalosh, domethënë fëmijë djelmosha, bravo, Allah shpërblet. Djelmosha, apo që ju shërbejnë besimtarve. Ju shërbejnë, subhanallah, besimtarve. E ku janë mas ne hyrit për besimtarët? Që hyrit për secili besimtar kam i pas 2 hyri dhe gruan e vet. 2 hyri dhe gruan e vet. Dhe normalisht Allah subhanahu wa taala në ditën e gjykimit kam ja heq urrejtin, hasetin, xhelozin gruas tonde ndaj atyre dyave që në këtë botë gratë kanë xhelozi. Ka pas Aisha, por edhe gratë tona. Mirë, po në botën tjetër s'ka me pas xhelozi më. Çato 2 hyrit, mbi çato 2 hyrit, ai komandanti këtyre 2 hyrive ka me qenë gruaja jote. Apo ka me qenë gruaja jote. Mirë, po ti kemi pas, domethënë 2 hyri edhe gruan tonde. Mos flitet për shahidin apo se çfarë shpërblimi kanë. Pastaj thot, nëse xhenetlive u ndalohet dëfrimi, e ata i kanë parasysh, atër ata do të ishin të pakënaqur me gjendjen, ato do të vuanin. Zoti na ruaj. Një besim i tillë të shpihet në qëndrimin e njeriut, jo besimtar që thotë se ringjallja do të bëhet vetëm me shpirt edhe jo me trup. Çto e kanë në një aspekt i bie që nëse nuk kemi na kënaqësi në botën tjetër, atëherë i bie që në kënaqësitë fizike, po flasim apo, se kënaqësia në botën tjetër është fizike dhe shpirtërore apo. Edhe një prej sebepeve Habib, një prej sebepeve që më kallëzoi doktor Yunusi ai hoxha, më tha që një prej sebepeve që unë e kum pranu islamin, tha, pikrisht është që në Bibël nuk flitet, nuk jipet detajet shumëta për botën tjetër. Që në Kur'an thotë unë e kum gjetë. Unë e kum gjetë. Moshën 16 vjeçare ka pranu islamin. Dhe më thonë, moshën ai ka qenë vizitues i kishave. Ka qenë vizitues i kishave. Edhe subhanallah këtë rrethin ortodoks. Këtë rrethin ortodoks, hoxha Yunus. Edhe tha, më thoshte nona ortodokse, baba ortodoks. Edhe më thoshte nona, më thoshte, edhe të kun ortodoks djali vetë, Yunusi. Më thoshte, shko në xhami, sa atje nuk të mësejnë keq. Tu konë ky ortodoks, shko në xhami, thejke. Edhe tu shku, tu bisedu me musliman, ani këni, ju ka dhezaj senzori i para, po këtan, për punën e xhennetit xhehenamit, për punën e botës tjetër. Edhe ti kur t'ishim fe islame, ki argumente, subhanallah, që të kënaqin. Edhe në Kur'an o në sunetin e Muhamedit a.s. Dhe që aty ka qenë, dhe më thonë ai sinjali i parë që ky me marrë me lexu Kur'anin. Si e ka lexu Kur'anin, ka desh Allah subhanahu wa taala, ka pranuar islamin. Pastaj, çka? Ka shkuar në Medinë. Allahu akbar, ka shkuar në Medinë. Ju kum thonë çdo herë, vllazni, a shihni, nëse një besimtar në fojza i krishter është i sinqert me librin e vet, me Injil, me Biblën e vet. Allah subhanahu wa taala nuk e humb me lenin Allah azza wa jall, ja mundson që me pranu islamin. Edhe kështu po ndodh. A e dini dikë prej ulemave, apo prej dietarëve të mëdhej, apo prej hoxhallarëve të njohur që e kalon fenë vet dhe u kthyu u bë prift? S'ka. Po themi kështu me thonë 99.999% nuk ka. Hajde mund të me dalë 0.001%. Mirë po në përgjithësi, një prift i sinqert e pranon. Plot kemi prifta që e pranon islamin. Përpos problemin e kanë për shkak të rrethit madh, e din të vërtetën dhe nuk e pranajnë. Apo, se kogja është sprove madhe ti para rrethit me dalë dhe me thonë që islami është e vërteta. Apo islami është e vërteta. Edhe ka deshtë Allah subhanahu wa taala, ka shku, dhe me thonë në Medinë, ka studiu tamam fen edhe ta shtirë në islam në mënyrën më të mirë. Me urtësi, me butësi, a ki pa sa i sjellshëm. Subhanallah, mashallah, hoxha Yunus, Allah e rujt, e forcoft, edhe na bashkon me të në xhennetin Allah subhanahu wa taala. Të krishterët
kritikojnë edhe për tregimet mbi pallatet e xhenetit, stolitë e tij e të tjera sende të ngjashme. Përgjigjja mund të jepet me thënjet nga libri i krishterëve Drita e shejtrive. Ju të krishterët në librin e përmendur flitni gjithashtu mbi njeriu i të cilin e konsiderojnë si njërin nga të shenjtët e më të mëdhenj, se gjoja atij kanë ardhur engjëj thot për çdo ditë. Dhe i kanë sjell ushqim nga parajsin me enë të arta. Thot me vete ka pasur peshqir, mëndafshi e në peshqir lule me ngjyra të ndryshme. E pra si mundeni të mohani se në parajs ka arë, mëndafsh, lule dhe ushqim? Dhe me thonë, vetë po e potenconi. Ky tregim është argument kundër jush, posa asaj që ka transmetojnë librat e tjerë të shenjtë me të cilën pajtojnë shumica dietarëve e provët vetar, por ju mohani dhe shtireni sikur nuk e dini. Dhe për fund, krishterët i qortojnë muslimanët edhe pse u japin të afër me emrat e pejgamberëve të Allahut. Ju pse pi emërtoni fëmijët tuaj me emrat e pejgamberëve? A harrojnë vetë që këta ju japin emrat melekëve? Ju japin për shembull Gabriella, ju thënë. Na akuzojnë neve pse ju pi jepni emrat pejgamberëve, ndërsa ata vetë më nalë se pejgamber melekëve ju japin. Në më thonë, ajo është shenjë nderimi ndaj tyre, e ata të gjithë janë pasardhësit e Ademit a.s. Përse nuk shikoni veten tuaj kur t'jeni të gatshëm t'i emroni njerëzit sipas engjëve të Zotit, melekëve të Zotit? Thot Gabriel, Mikael, Azrail. Mikael, ka dhe Mikael, apo? Rafael, Mikael, Donatello, ato që në konë ato Ninja Kornjaqa, Ninja Turtles. Për këtë nuk keni përgjigje, fati i mirë dhe suksesi është vetëm për ata të cilët besojnë në Allahun subhanahu wa taala, dhe në takimin e radhës me vërtetimi se Muhamedi alayhi është i dërguari përmes teksteve të Zeburit, Tevratit, Injilit, si dhe paralajmërimet e të dërguarve të mëparshëm për shfaqjen e Muhamedit si i dërguar, si dhe qëndrueshmëria e tharëve të tij deri në ditën e gjykimit. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.